Shkelja e fundit, por jo nga rëndësia, përfitimet personale dhe të birit në shkelje flagrante të kushtetutës, ajsa për këtë shkelje dyshohet se ka kryer edhe një krim të rënd për cilën grupi parlamentar i Partisë Demokratike në ditët në vijim do t'i drejtohet prokurisë së posaçme. Presidenti i Republikës i jep të gjitha tendrat në fushë kompanisë përkatëse, ndërkohë që kompania punson me paksa 2 fishi mesatares të gjithë punonjësve të kompanisë, një 23 vjeçar që nuk ndodhet fare në Shqipëri, nuk ka asnjë lidhje me fushën e sigurimeve, studion në një fushë tërësisht tjetër, rezulton njëkohësisht, mund të jetë i zoti, nuk e di, por rezulton njëkohësisht po të futeni në sajtin e një klinike mjekësore që punon, pra bëhet fjalë për këtë klinik, punon në klinik jashtë Republikës Shqipërisë dhe është as i zoti, saqë kur mbaron gjithë këto punët, pra studimet, punën në klinikën private, jep edhe konsulencë në një fushë ku nuk është ekspert, siç është fusha e sigurimeve.